Bezi shpriqa unë mi pa kur dola, të betohem, kam kap telefonin dhe bezi shpriqa mi pa veç me fillu me... Cila meme të pëlqeu më shumë? Meme që më ka pëlqyer më shumë ka kënë Estenaldos, kur më ka thonë, fal Luizele, po më bëjnë syt. Unë kam rap degën, do me thonë, nuk e di, jena shkritë të qesh, po është shumë e vështirë, sepse dikut kjo quhet humorizi, faktikisht. Po ta bëja vetëm unë, jo me Stenaldën, do ishte humorizi, realisht. Po unë e bëra duke ma pranu Stenaldja, pra batutën e parë me Stenaldën e kam pas që është djali ma perfekt me e pas për burri, thash, se e sigurt është që nuk ja hallë syt kuj. Me Juel. Kjo ka qenë batuta e parë, dhe kur e kam thënë të batut, unë kam pas dorën Stenaldës kapën, dhe e shtërën mua para se me e thonë, që jam të tregu pra, jam të e baj batut, dhe kur ai ma kthej, thash, thu është kështu kjo, thu do me thonë është kaq inteligjent sa e kupton që nuk kam, zonja thash, është tjera gjatë i thush i verbër, nuk e kemë të keq, nuk e kemë të keq, ta ofendon. Dallon. Pra njëra është tendencioze, tjetra është fakt, po nuk është më tendencioze. Dhe i thash, besoj që të ma kuptosh, dhe ma pranoj dhe ma lejoj. Ma lejoj atë shumë sa, do me thonë, nuk o nalësha nga batutat, që i thosha, ose ajo ka kanë shumë, e bukur dhe e tjetër që i thash, një më gjerë Stenaldë ti, dëgjon dronat kur vini, thapet, se ka një zhurmë atë si mini helikopter po e quj. I thosha, e dëgjon? Po thëte, imaginoj dëgjon, ti thamet i vetëm të pishina, që në kokën lartë, edhe tu, për mu, ropë që una, po të bërdet ashtë për ujetin, po të qesh, po ata ditë besoj i kanë kalu mirë, se dhe njërëzit gjashtë banë nga ke knaqë se doshin me qesh. Tani, përsa i përket pjesë tjetër, qatë të mund, qatë të mund. As dy durët nuk janë njësoj, çdo format është ndrysh prej tjetër, çdo personazh aty është ndrysh ka tjerë, por unë atë që e kam thënë, mos harroni që janë dy pa edhe fëmijët. Janë dy pa dhe është një format që shifet shumë nga fëmijët dhe nga njerëzit e moshuar. Dhe ato nuk tolerojnë shumë. Është një mesazh që ti duhet ta japësh te publiku. Jo, është diçka se 24 orë live domethënë, dhe ti nuk mundet produksionin me ta mbyll gojen dhe nuk janë aq shpejt ata me hek kamerat nga ti se se din gjatë çfarë mund të bash. Normal çfarë mund të thuash. Gjithë ata duhet të jenë vetë, ti mund të thuash se cili ka përgjegjësi për ato që thuhet bën. Okej, po është diçka që njerëzit e shohin, fëmijët e shohin dhe i ngel mendjen. Për si i tha kështu, që thjesht kjo është pjesa e kujdesit që mos të harrojnë që janë tu i pa domethënë. Gjithsesi është një format, është një spektakël jashtëzakonshëm. Luma ato që e provojnë thua. Jo, momentan me bërë, po nuk e kisha bo. Po ja rritë më që do? Jo, nuk është puna rritë. Do shtë edhe kjo, po nuk e kisha bo.